Sali Berisha vjon me tone të forta akuzat kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë për shtyp, lideri i opozitës e reagoi ndaj raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, duke thënë se përtej vlerësimeve për disa reforma, vendi nuk ka përmbushur asnjë nga kriteret e nevojshme për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Përveç kriterit gjeostrategjik, Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Kreu i opozitës ndaloi edhe te vendimi i gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Edi Rama thot ta nxjerrin nga burgu, po e dëgjuat ju. Ai kishte caktuar aty regjimin e serial killerit. Në qeli, thot Erion Veliaj, u trajtova në regjimin e vrasit serial. Tani unë nuk duhet hy në enigma, po këtu tek ju kam deklaruar, ju kam informuar publikun dhe ju, se rreth 2 ose 3 javë më parë, në ora 11 të natës, Erion Veliaj e la qelin, dhe kjo është 100% e sigurt. Variantet se ku shkojnë janë të ndryshme, për asnjërin prej tyre nuk mund të them se cili është. Ndaj dhe citimi i tyre është i pavlerë. Ishte në Surrel, ishte këtu, ishte nuk e di se ku ishte. Them hapta, se po ta dija them. Po atë që di 100%, di që e la qelin dhe nuk shkojnë në spital. Këto të dyja i di, për tjerat nuk mund të them. Në vim të deklaratave të tij, Berisha riktheu akuzat për ndërtimin e tunelit të Llogaras, të cilën e cilësoi një aferë të drejt për drejt korruptive të Edi Ramës. Tuneli Llogaras është kryekput një aktet madhore korruptive direkt të Edi Ramës. Lubi Balluku është thjesht masha e tij për realizimin e kësaj afere që ju ka kushtuar qytetarëve shqiptar, jo 50, por 90 milion euro më shumë se sa që ishte parashikuar. Ne do organizojmë protesta dhe shumë të fuqishme dhe hajduti më i madh i shqiptarëve nuk do ndahet kurrë, qytetarët do ndahen kurrë gjersa të japin vendin që meriton. Fillon dimri, historia e dimrit me Edi Ramën. Do të ketë një dimër të fortë, edhe ne do ja bëjmë edhe më të fortë. Berisha komentoi gjithashtu edhe kontratën prej 1.4 milion euro me strategun amerikan të fushatës Chris Lasivita, duke theksuar se Partia Demokratike ka raportuar të gjitha shpenzimet sipas ligjit. A ka shaka më të madhe se mirë ata që mund të kenë raportuar kështu, po ju duhet të qeshni nga kjo. Do shkojmë, do ngarkoj një njeri, bashkë me ju të shkoni. Unë të garantoj që pa të paktën 5 milion lubia në firë nuk është nda. Vetëm lubia. Por ka i gjë, ne raportojmë shifrat vërteta, ata mashtrojnë, se i kanë të tyre. Ka gjë më të turpshme se kjo. Në fund fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike nderoi me 1 minutë heshtje ndarjen nga jeta të ish zëvendës presidentit amerikan Dick Cheney, duke e cilësuar një mik të madh të shqiptarëve dhe mbështetës të vendosur të pavarësisë së Kosovës.